Tashmë ka një datë zyrtare për të mësuar të ardhmen e Ernest Muçit. Nëse Trabzonspori nuk shfrytëzon opsionin e blerjes së kartonit deri më 10 maj, atëherë mesfushori me tipare sulmuese do të kthehet te Beshiktashi në edicionin e ardhshëm. Presidenti i Beshiktashit, Serdal Adali, tregoi se dëshiron rikthimin e Muçit. Kështu, presidenti i Beshiktashit u shpreh se shpreson që Trabzonspori dhe Cagliari të mos shfrytëzojnë opsionin e blerjes për lojtarët që kanë në huazim. Trabzonspori po projekton transferimin e Ernest Muçit, ndërsa Cagliari të Semi Kiliçsoj. Disa nga lojtarët që dërguam në huazim do të largohen. Opsioni për blerjen e kartonit të Ernest Muçit vlen deri më 10 maj. Në anën tjetër, Semi Kiliçsoj ishte diçka rreth fillimit të qershorit. Shpresoj që nuk do të shfrytëzohen opsionet për blerjen e kartonit, pasi është shumë e vështirë që të blesh një lojtar për aq para. Ne nuk kemi diskutuar zbritje, u shpreh presidenti Adali për HT Sport.